Lumi Vjosë doli nga shtrati i saj dhe u rikthye përsëri duke lënë pas dëmet pa llogaritshme në kulturat e Stinës. Kjo që po shikoni është lakra e Brukselit, prodhimi i cili shkon i gjithi për eksport. Dëmi është i pa llogaritshëm. Jemi afërsisht pas 2 muajsh nga dalja e lumit, kisha afërsisht 1 hektar lakër, rreth 500 kuintal lakër, 500 kuintal me 800 që sot ajo apo edhe me 700 po e zëm, rreth 35 milion lekë të humbra. Si shpenzime janë diku te 8-9 milion të hedhura. Këtu kanë qenë rreth 52 lym lakër sipërfaqen total. Shumica i ka prishur. Mua më ka zënë 2 herë lumi, domethënë lakën, një herë në 2019 kur doli për herë të fundit, na ka zënë lakën këtu. Ne detyrohemi që i mbjellim lakër vetëm nga puna e lumit. Pa edhe lakër na i zuri domethënë. Kisha 5 lym lakër, sallat, e gjithë e prishur, e dëmtuar në përmbytje. Plus kemi lënë në xhepi që kemi pastruar, kemi larë, kemi frezuar, kemi përgatitur për mbjelljen tjetër, jemi në gjendje shumë të keqe. 10-12 milion lekë të vjetra dëmi, për shembull në shitje. Në mbjellje është afërsisht 4 milion të vjetra. Edhe pse kanë kaluar mbi 2 muaj nga vizita në terren e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe deputetëve të zonës, cilët premtuan se brenda 10 ditësh do të niste procesi verifikimit dhe dëmshpërblimit, fermerët thonë se asnjë komision nuk ka mbërritur për të konstatuar dëmet. Sipas tyre kjo është hera e 5 që tokat përmbyten nga Vjosa, por asnjëherë më parë nuk kanë përfituar dëmshpërblim. As kanë ardhur dhe me çashikoj unë as kanë ndërmend vinë ata. Na kanë premtuar shumë biles edhe ishim në një takim përfaqësues nga qeverisë, na premtuan që do japim dëmshpërblim tek luleshtrydhja. Dakor, por problemi është se ka kaluar, na thanë 10 ditë maksimumi do vim ande të shikojmë gjendjen e terren. Data 4 në që ishim neve, data 3 sot, ata s'kanë ardhur akoma. Nuk e di, ne kemi humbur çdo shpresë nga ata. Hall flasim, hall mos flasim. Edhe kur flasim, na thonë që pse fole, kishin ndërmend të hipim me gjebet mediatike ne su japim më inati. E kuptoni apo jo? Si çfarë situatë jemi neve? Presim, shpresojmë. Për lakrën, ata thanë që do japim luleshtrydhe, se unë 5 lym lakër, por kam edhe 15 lym luleshtrydhe. Aty është dëmi më i madh. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga qeveria jo vetëm për dëmshpërblimin e menjëhershëm, por edhe për marrjen e masave parandaluese që situata ta mos përsëritet çdo vit. Deri tani sipas tyre premtimet kanë mbetur vetëm deklarata, ndërsa dëmet në terren vazhdojnë të rëndojnë mbi buxhetet familjare të 10 fermerëve të zonës.